Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, ka komentuar debatet e ashpra që u zhvilluan rreth ligjit për barazinë gjinore, duke thënë se procesi u shoqërua me shumë keq informim dhe interpretime të gabuara, si para ashtu edhe gjatë miratimit të tij në kuvent. Duhet të ketë një debat shoqëror para ose pas përgatitjes së ligjit për të siguruar që termat e reformës të kuptohen dhe që të ketë më pak hapësira për dezinformim, sepse e dim që ka pasur shumë raste të tilla. Për këtë kontekst, ligji synon të ofrojë garanci për të siguruar që barazia mes grave dhe burrave të ekzistojë. Prandaj kjo duhet bërë me krijimin e detyrimeve nga sektor të ndryshëm privat, publik dhe të atyre në mënyrë që të zbatohen në mënyrë efektive. Ligji garanton ose kërkon që të mos ketë diskriminim bazuar në faktorë të natyrshëm përfshirë seksin. Ne ju monitorojmë sepse çdo vit publikojmë një raport progres. Deklarata e tij erdhi në një klim të tensionuar politike, pasi opozita akuzoi ambasadorin Gonzato se qëndron pas ligjit për barazinë gjinore, duke pretenduar se ai shkatron themelet e familjes dhe shoqërisë shqiptare. Ambasadori Gonzato, megjithse i bëri thirrje të gjithë palëve që të zhvillojnë një debat të hapur dhe të informuar për të shmangur keq kuptimet dhe për të garantuar që ligji të zbatohet në frymën e tij të plotë, në mbështetje të barazisë dhe të drejtave themelore të njerëzit.